Mirëmbrëma dhe një nga ekrani ABC News e radhe në emisionin ton të përjashëm, si çdo të hënë në ora 22 është emisioni ynë i sondazhit, pra zëri i shqiptarëve. Jo më larg se sot, një nga zhvillimet më të rëndësishme politike ka qenë ai i tërheqjes së Partisë Demokratike nga qëndrimi i saj për bojkotin e reformës territoriale, si një parathënie edhe e bojkotit për reformën elektorale. Zoti Berisha vetëm pak ditë më parë deklaroi se Partia Demokratike do ta bënte reformën në rrugë, aty bashkë me njerëzit. Por sot bevas në një zhvillim jo të papritur, fillimisht sinjali i parë u dha nga socialistët, Tauland Balla, kryetari i grupit kombëtar, i cili tha që nuk kishte bërë ultimatum ndaj Partisë Demokratike, por një kërkesë. Dhe mënyrë pak një rreth një orë gjysmë më vonë, nga Partia Demokratike u deklarua përmes Luciano Boçit, bashkëkryetarit të reformës territoriale, se Partia Demokratike nuk do të rriqe nga këtë reformë dhe se në mbledhjen e parë të rakorduar mes palëve, Partia Demokratike do të merrte pjesë. E njëjta gjë dhe për reformën zgjedhore. Dy reforma shumë të rëndësishme, edhe në atë që mazhoranca ka thënë, pra ka paraprirë pra për një reformë të vërtet kushtetuese. Por sigurisht çfarë mendojnë shqiptarët, nëse duhet marrë pjesë dhe opozita në këtë reforma, nëse këto reforma kanë besueshmërinë e duhur. Ky është fokusi i sondazhit sot. Gjithashtu edhe në një tjetër zhvillim që lidhet me zhvillimet e brendshme të Partisë Demokratike, lëvizja e Ervin Salianit, i cili jo më larg se ditën e martë do të bëj një takim në të foltorës tij paralele, pra me ato të Berishës, në qytetin e Fierit. Qyteti i Fierit simbol patjetër i të majtëve, ku ata kanë fituar gjithmonë, por ku duhet thënë se në zgjedhjet e 11 majit ata binduan thellësinë e fitores, pra me 12 mandatet që fituan, aty ku regjistruat e dispata më e madhe e aleancës madhështore. Edhe për këtë gjë do të flasim sonte në sondazhin e realizuar si gjithmonë nga Eduard Zalosha. Mirëmbrëma Zalosha. Faleminderit që jemi me mua sot. Roland Beko është gjithmonë me mua, mirëmbrëma Beko, dhe Rolandi tjetër. Mirëmbrëma zoti Lami. Faleminderit që jeni me mua sot. Atëherë, sigurisht Beko ishte një zhvillim, temin për ne që merrem këtu, nuk ishte kaq i papritur. Mënyra se si reagoi Tauland Balla, pastaj reagimi menjëhershëm në thojza, rebelimi i disa deputetëve, po vetë emrat që pam nga ata që u rebeluan nga mbledhja e grupit parlamentar ishin gjithë besnik të zotit Berisha. Pra ishte rebelimi porosi. Rebelimi kontrolluar, shpërtimi kontrolluar, apo jo, po gjithsesi është lajm i mirë që Partia Demokratike nuk do ta bojkotojë reformën elektorale. Të paktën shohim nesër, po të paktën qëndrimet e palëve sot ishin të qarta. Në statutin e vetë që ka miratuar në 11 dhjetor të 2021, Partia Demokratike ka sankcionuar që nuk do të ketë më asnjëherë bojkote si të institucioneve, si të tryezave politike. Pra, me qëllimin për të shfrytzuar çdo lloj hapësire që do të jepet opozitarizmit nga një anë, nga ana tjetër, edhe për faktin se bojkoti që ju kanë bërë reformave të ndryshme, tryezave të ndryshme, si e para ka qenë reforma territoriale dhe pastaj dalja nga zgjedhjet lokale apo djega e mandateve, gjitha këto ata i quajtën gabimet të zotit Basha dhe nuk do të përsërisin me zotin Berisha. Mirë, por ne vum re këto ditë që stili ishte i njëjtë, domethënë i komunikimit politik dhe i marrjes vendimit. Ishte vullneti personal i zotit Berisha, i pa konsultuar me forumet, kur ai tha që ne nuk do të marrim pjesë në asnjë tryezë që do të zhvillohet për ta shkruajtur reforma, si për reformën territoriale, ashtu dhe për reformën zgjedhore. Mirë, po kjo bie ndesh natyrisht me frymën që duan ndërtojnë të paktën ata të cilët e mbajnë veten si politikan konstruktiv brenda Partisë Demokratike dhe të moderuar, të cilët thonë edhe në daljet e tyre publike që nuk do të ketë më bojkote. Kështu që brenda Partisë Demokratike ishte i pritshëm kjo lloj përplasje, nëse do ta marrim seriozisht që ata janë aty. Bujar Leska e bëri rebelimin e parë, që unë besoj që ishte genuin i tij, me një status në rrjetet sociale. Pastaj u bashkua këtij rebelimi, u bashkua te Tritan Shea, kuptohet. Bashkimi i këtij të fundit duket është ajo që ti që është bashkimi Saliut me Bujar Leska. Në kuptimin që Berishës ndoshta ai kanë folur të tjerë, por ka parë dhe reagimin mediave, opinionit publike të gjithë, të cilët realisht kanë qenë kundër këtij vendimit të Berishës, por besoj që kjo do ta nxirrte Berishën, do ta nxirrte keq, sepse do të çoheshin pastaj do thoshin o zotëri, po ti deri dje thoje që Basha ka marrë vendime të gabuara dhe i ka marrë në kokën e vet, sepse ka qenë i kapur nga Rama, domethënë i përmendi edhe disa dosje Bashës. Ndërkohë që ti po bën një veprime për cilat e largove atë paraardhësin tënd, edhe
sot po bën të njëjtat veprime, do të thënë me kosto të lartë politike për Partinë Demokratike. Në këtë aspekt. Në aspekti tjetër pastaj është aspekt që na tregoi ky lloj qëndrimi. Ky na tregoi paqartësinë totale që ka Partia Demokratike dhe mungesën e strategjisë politike. Pra, PD-ja vazhdon të jetë si në përditshmëri, në një politikë rrethanore sipas rrethanave të ditës dhe nuk ka një strategji të qëndrueshme të saj. Bëri mirë që e ktheu vendimin apo jo, bëri shumë mirë. Duhet marrim pjesë dhe kjo do t'i shërbente, patjetër do t'i shërbejë nesër deri Partisë Demokratike, por mbi të gjitha do t'i shërbejë Berishës. Dhe unë mendoj që Berisha nga njëra anë dhe ndryshimi i tonusit nga Taulant Balla, sepse Taulant Balla para disa ditësh e kishte ultimatum. Po. Nuk e kishte. Sot nuk e kisha ultimatum, e kisha kërkesë. Do të thënë është marrë vesh Damiani me Oertin që të bëhet ky lloj deklarimi me qëllim që të lejohet kthimi i partisë. Edhe për Partinë Socialiste nuk është keq, nuk është mirë që ta bëj reformën vetëm. Pa opozitën. Asnjë reformë nuk është e mirë nëse bëhet në një anshme pasi. Për më tepër që pretendon të shkojnë në Bashkimin Evropian ku i kërkohet dialogu politik. Dialogu politik. Po Berisha do të fitojë diçka tjetër pas kësaj, Ta shikojmë, se po flasim për sondazhin. Sot ju thatë me drejt tregon një paqartësi të leadershipit Partisë Demokratike nëse duhet ndjekë rrugën e bojkotit, rrugën e protestave, apo rrugën e dialogut dhe rrugën e reformave. Por si janë vetë votuesit pra në sondazhin tonë, pra a janë të qartë votuesit për sa i përket çështjes së reformave? Pyetja e parë lidhet pikërisht me këtë. Duhet marrë pjesë opozita në Komisionin për Reformën Territoriale. 77% thonë po, sepse do ta bënte reformën e qëndrueshme. Vetëm 17.6% thonë jo se do t'i shërbente fasad mazhorancës. Zalosha, shpreha fasad e mazhorancës është pak shprehje që e kemi huazuar nga zoti Berisha, po jo? I cili e ka përdorur këtë si tezë pra, dhe ne prandaj e vum pra për të kuptuar realisht nëse njerëzit besonin apo jo në atë që thotë zoti Berisha. 17.6% ama vetëm thonë, ndërkohë 5.3% janë të dyzuar. Lami, do ta bënte reformën më të qëndrueshme. Shqiptarët janë shumë të qartë apo jo? Përfshirë dhe demokratët, kam përshtypjen. Pjesa më e madhe e demokratëve. Së pari, reforma territoriale është një gjë serioze. Dhe duke qenë serioze, duhet kishte një proces shumë kompleks, me shumë aktor, transparent ndaj publikut, që publiku të ishte i qartë se për çfarë po flitet dhe ku po shkon kjo reformë. Nuk kemi këto kushte apo jo. Të dytë. Lidhje me faktin se qëndrimi 17% do ta bëjë fasad, përveç faktit që mund të jenë demokratë të cilët mund ta kenë këtë mendim, po ti referohesh në numrin e votave që kërkohet në parlament për të kaluar kjo reformë, 50 plus 1 duhet, 71 vota janë. Dhe të jemi korrekt. Roli i opozitës, sado konstruktiv të jetë dhe sado kritik të jetë mbi çështje që mund të ketë reforma, qeveria i ka gjitha mekanizmat ta kalojë reformën, sipas projektit të saj. Sepse vota që... por ama e kërkoi pjesëmarrjen e opozitës. Pra, këtë kuptim... E kërkoi për fasad? Në këtë, jo, nuk e besoj... Që reformat keti farë stabiliteti? Nuk e besoj që ka kërkuar fasad, sepse ju e tha dhe me të drejtë, një reformë një anshme nuk është e qëndrueshme, nuk është solide, nuk është afatgjatë, nuk i shërben dhe vetë procesit të andarësimit që kërkohen, jo pa kapitull që preken me proceset e decentralizimit, proceset e funksionalitetit pushtetit lokal, e kështu me radhë. Në këtë kuptim, edhe qeveria ka nevojë për një lloj reforme që në sy të publikut dhe ndërkombëtarëve të duket si një formë konsensuale. Dhe e fundit, fakti që publiku ka një vedije që mbi 75% duhet të jetë dhe roli i opozitës ka të bëjë edhe me traditën që është krijuar tek ne, që reformat e mëdha për të qëndruar dhe për të qenë sa më të gjatë, së paku do të jenë dakordsi mes dy partive kryesore, të cilët kanë pjesën më të madhe në parlament. Zalosha, të thoni diçka? Dgjoj, se mos mendojmë se njerëzit e zakonshëm nuk i ndjekin ngjarjet, i ndjekin të gjithë ngjarjet. E kanë parë që u bë një reformë territoriale vetëm para 10 vjetësh, ku PD-ja nuk mori pjesë në komisionin që hartoi këtë ndarje territoriale dhe ku votuan vetëm partitë që ishin në shumicën atë kohë. Dhe vetë eksperienca se ky është ndoshta sondazhi që prek më drejt për drejt qytetarët e zakonshëm. Janë ata që mund të kenë probleme për të shkuar te bashkia e tyre, tek njësitë e tyre pra interesi shumë i madh. Pra është i prek drejt për drejt. Shërbimi shëndetësor, shërbimi arsimor, reforma, ajo harta gjyqësore për harta e gjykatave dhe ajo është. Këto janë me të vërtetë, ky është i problem që e ndjejnë njerëzit dhe
ata e kanë njerëzit e kanë memorien shumë të freskët. Se 10 vjet para ndodhi ku PD-ja e bojkotoi reformën 11-12 vjet para. Do të thonë para një dekadë. Jo vetëm e bojkotoi, po as mori shënime jo për të kuptuar çfarë. Dhe vetë zhvillimet kanë treguar që kjo nuk ishte një reformë e qëndrueshme nga pikpamja e shërbimit të njerëzve në qelizat e jetës. Po e vërtet, dhe sot Boçi e tha këta, paktën tha kur Beko nëse do arrim, paktën tha i vetmi kushti joni që të ketë jo 2 raporte, të ketë 1 raport, pra të ketë një propozim, propozimi të jetë konsensuar. Shpresojmë që e ka seriozisht, po. Dhe mos të harrojmë që opozitës i është dhënë barazie plot në komisioni që do hartoj reformën. Pra, dhe bashkëkryetar. Po, bashkëkryetar që ka të drejtën e vetës, praktikisht nuk është e shkruar, po praktikisht e ka drejtën e vetës. Se duhet të 2 firma. Po, sepse është numër qift. Gjitha këto janë gjitha faktorë që edhe qytetari zakonshëm thotë që, hej, në qoftë se opozita merr pjesë në këtë komision, ku çdo vendim do jetë i përbashkët, 50 me 50, do dalë një reformë më e qëndrueshme që do i qëndrojë kohës. Po, Beko. Gjithsesi në finish, ata nëse s'arrin konsensusin edhe me bashkëkryetarësi, ai që ka shumicën do vendosin në parlament, do shkojë me 2 raporte dhe do të vendosin ai që ka shumicën. Por mirë është që kjo reformë të kalojë me konsensus. Pse? Sepse socialistët e provuan një herë, ishin me Ilir Metën, pra ishin 2, nuk ishin vetëm siç janë sot, nëse s'merr pjesë opozita. Ma e mend që ka votuar dhe PD-ja, nëse mos gaboj, dhe Andrea Marto që ishte nga një parti minoritare në jug të vendit. Pra, edhe ata përfituan nga mungesa e PD-s për të arritur ato që donin të arrinin, sidomos të ndarje administrative. Dhe prap reforma ishte e paqëndrueshme sepse një dekadë të bjerë një reformë, do me thënë, tregon që nuk është ndërtuar mbi shtylla të qëndësishme, do me thënë, rezistente dhe të kryonin konsensusin e përgjithshëm. Kemi gjë parasysh, duhet kemi një gjë parasysh. Reforma territoriale është një nga 3-4 reformat strukturore më të mëdha për një shtet, për çdo shtet. Dhe ta bësh një kohë të shkurtër edhe kjo, edhe sikur të realizoj konsensus prap, nuk të jep garanci. Ju ishit me mua me Maznikun, ditën e jetë që ka dhe deadline, që duhet ka për shkak procesit të integrimit. Sepse dëgjoj, që në 2022 kur u diskutua prap rishikimi i reformës territoriale, që nga ajo kohë deri sot nuk ka ndryshuar ndonjë gjë. Janë të njëjtat kushte, është e njëjti perceptim ose të njëjtat vlerësime. Ndryshoi vetëm vullneti e majorancës që ose do ta bëjmë ose do të ecë përpara, do të ecë përpara. Ky është ndryshimi. Po mendoj që nga detyrimi dhe Mazniku e pranoi, nga detyrimi që vjen për shkak të BE-s, fondeve që do të çelen e tjera. Pra, nuk e kanë kuptuar ende që ajo reformë nuk e pranojnë, ndoshta e din, por nuk e pranojnë që reforma ka dështuar në termat e përgjithshëm. Dy kritika të shpejta. Së pari, ne bim dakord që vullneti i shprehur ke 2 partitë kryesore nuk është vullnet për ndërtuar një reformë substanciale. Është një vullnet për llogari elektorale. Ka edhe, patjetër. Kjo është dhe kleçka në cilën ne kemi hyrë jo pak raste ku reformat janë ndërtuar me vullnetin e 2 partive kryesore dhe nuk ka ndërtuar një proces konsultativ me gjithë aktorë, duke filluar nga prefekturët, shitet bashkiak, ekspert pushtetit lokal, shoqëri civile, qytetar, nëpërmjet formave të sondazheve apo referendumeve dhe mund të kishim një proces saktuar. E di që bëjmë formalisht me shok të shoqëritë e tyre, po flas si strukturë. Dhe kjo na ka prodhuar këtë gjë që për të cilën po flasim dhe shpresat janë që edhe mënyra se si po flitet deri në këtë moment që ne po flasim janë të tilla që të na përsëritet ajo çfarë ndodhi në 2014-2015. Së dyti, praktika e vendeve të Bashkimit Evropian, siç ju me drejtë thatë, reforma territoriale futen në reforma më të rëndësishme që kanë të bëjnë me shtetin dhe territorin e një vendi të caktuar, ndërtohen apo finalizohen 2 apo 4 vite para se ndodhin zgjedhjet, ose kur janë në prag afër të zhvillimit të zgjedhjeve, ato nuk kanë efektin në zgjedhjet që ne do kemi në 2027, por do kenë efekt në zgjedhjet e tjera. Si që aktorët jenë sa më larg konfliktit të interesit për ta kanalizuar gjithë reformën në llogaritë ngushta që lidhen me zgjedhjet e vitit tjetër. Kam frikë se edhe këtu
jemi në këtë lloj etesh dhe në këtë lloj llogarish, sepse ne nuk e kemi ndërtuar praktikën që reformat të shkëpusim nga llogaritë vogla elektorale që vijnë Një shpejt. shpresë më mban mua Lami, Inshallah. vetëm një shpresë që nuk ka lidhje me vullnetin tonë brendshëm politik, ka lidhje me procesin e integrimit, që janë disa temi benchmarke që duhet kapen, që ne të bëhemi të pranueshëm për temi komunitetin ku duam. Po jo vetëm benchmark. Siç jemi. Patjetër, por besoj që ka disa për momentin, ka disa benchmarke që duhet kapen, sepse gjithmonë te fakti që shërbimet publike duhet jenë të tilla, në shërbim të publikut që deri më sot keni drejt Lami nuk kanë qenë. Po si janë vetëm afatet që ka përcaktuar Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian ka përcaktuar dhe disa kritere bazë mbi të cilët do mbështetet puna e këtij komisioni. Pra, nuk kemi të bëjmë thjesht me një hajde të takojmë dhe si të ndajmë bashkit, sa bashki mund fitosh ti, sa bashki. Janë përcaktuar kritere shumë të qarta nga Bashkimi Evropian që ndarja e re territoriale duhet plotësoj këto kritere që të përshtaten me bashkimin. Kjo është ajo. Dhe ka përshtypjen që mos shfokusohemi, mos ta bëjmë. Ato kritere kanë qenë, jo thjesht. Po, vetëm unë kam përshtypjen Bego dhe Lami, unë kam përshtypjen që 77.1% që thot edhe prania e opozitës do ta bënte këtë reformë që ndryshme, shpreh një vullnet që kalon palë dhe njerëzit thonë boll. Deri tani keni bërë deri tani bëni këtë reformë se na duhet pra gjë tjetër, apo jo Lami? Patjetër, dhe kjo është kultura të cilën ne kemi ndërtuar në 34 vite që reformat e mëdha janë bipartizane. Në fakt, kjo është dhe mirë dhe keq. Mirë në kuptimin që të paktën të balancojnë interesat politik dhe përfaqësimi politik të jetë i materializuar tek përbërja e komisioneve dhe në vendimarrje, por keq në kuptimin që dy luanët e politikës, si thua, apo dy forcat më të mëdha politike bëjnë reforma që në llogaritë fundit kanë llogaritë e tyre elektorale. Nuk se marrin shumë në konsiderat partitë e vogla apo partitë e mundshme nesër që do të ndërtohen. Dhe në këtë kuptim nuk e bëjnë procesin gjithë përfshirës, po e kanalizojnë vetëm në llogarit PSD. Edhe ne këtu për këtë po flasim. Po dëgjoj, kjo mund t'i shkoj reformës elektorale që e kemi mbas sa. Po pse si shkoka territoriales? Ja pse. Llogari janë. Ja pse, llogari. Se partitë po të marrin kush fiton, është shumë rasti rrallë, që në një parti e vogël fitoj. Ndoj dhe madhe. Ndaj si. Po ne nuk e përjashtojmë atë. Ka ardhmë nuk e dim. Nuk e përjashtojmë, po këta që po bëjnë reformën, nuk është se po bëjnë llogari që si aman se po na vjen një parti e re që do na marrë Bashkinë Berat. Se jo. Po e kemi pas sondazhet më Lami, kemi pas sondazhet. Po pse të bëjnë këtë? Ajo është një forcë imagjinare. Po patjetër që e bëjnë këtë llogari. Nuk ka një emër konkret që t'ja vendosë. Imagjinat në reformën territoriale, të vetmet interesa që me të vërtet ka interesa elektorale. Po pse në 2015 nuk ishte LSI-ja në TAV? Një minutë. Ke interesat e ndarjes territoriale? Tani edhe një herë. Ajo LSI-ja që ishte atëherë nuk është më. Po s'është do dalë dikush tjetër. Disa, unë po them çfarë tani këta do bëhet komisioni do mblidhet nesër. Nuk themi për diçka që do ndodhi. Pikërisht për asaj LSI-ze, PD-juse dhe asaj finiqet u hapën prenja si u nda nga librazhi. Ajo. Po çfarë janë këto arnimet? Si janë llogari elektorale? Ishin pazare elektorale, po. Ishin e të vogla. Dhe pikërisht prandaj tani duhet tani është bipartizan që të mos ketë. Jo, Lami ka drejt, sa ajo reforma parë vërtet se u bë dhe para zgjedhjeve lokale. Pra ishte komplet hartë elektorale. Ndërkohë unë kam përshtypje edhe nga biseda që bëm me Maznikun, Bego, që kësaj radhe ka është një tjetër dajak mbi kokë. Ka tjetër kritere, ka tjetër kritere, nuk janë kriteret. Atëherë ishte tamam pazar elektoral, prandaj dështoj. Zaloshnja nuk e di këtë fakt se ju e dini të dy. Duke qenë se jam dëshmitari i brendshëm, se unë kam qenë ekspert i Partisë Demokratike për reformën territoriale në komision, po ju them këtë, që palët, edhe sikur ta kenë seriozisht çështjen që janë të fokusuar vetëm te reforma, po hyn me qëndrime diametralisht të kundërta në aspektin sasior dhe gjeografik të perimetrave. Pse? Sepse Partia Socialiste e kishte në 2022-shin të qartë objektiveve në uljen e numrit bashkive edhe më, pra për të bërë bashkitë edhe më të mëdha. Partia Demokratike dojë që bashkitë e mëdha të ndahen me qëllim me pretekstin se dështoj, jo, nisen nga të dyja palët nisen nga parimi. Partia Demokratike thot të ndahen bashkitë e mëdha me qëllim që pushteti të vejë sa më afër qytetarëve në ofrimin e shërbimeve
dhe në përmirësimin e demokracisë lokale, pra përfshin dy elementet që janë kriteret bazë kësaj reforme, Partia Socialiste thotë. Por jo vetëm. Partia, patjetër gjëra të tjera. Është dhe efektivitet. Secili luan me kriteret. Është lista shumë e gjatë, po flas këto që janë bazat. Dhe Partia Socialiste thotë, duke qenë se bashkitë kanë dështuar në çështjen e efikasitetit, kontrollin e territorit, demokracisë, sepse nuk kanë financa, ka dështuar ekonomia shkallës e tjera, të gjitha këto, thonë ata, do të bëjmë që të rrisim bashkit, me qëllim që të përfitojmë dhe në burimet njerëzore, për të realizuar objektiva aty ka, dhe për të menaxhuar, thonë ata, më mirë territorin e tjera e tjera. Të dyja kanë logjik, por dyja duhet kalojmë në pyetja tjetër. Pyetja tjetër lidhet pikërisht me reformën elektorale, e cila sigurisht është një reformë që nga me marrëveshjen e famshme Ruçi Topi të nëntorit vitit 2001, pas zgjedhjeve vitit 2001, me rekomandim të SBE-s, është një reformë që është bërë gjithmonë në mënyrë konsensuale. Pra, pavarësisht se janë dashur 84 vota, 83 vota apo 84, gjithmonë të dyja partitë kanë rënë dakord që ta bëjnë atë me konsensus, bile më të gjerë edhe se vetja e tyre. Dhe pyetja tjetër lidhet pikërisht me këtë. Pra, duhet marrë pjesë opozita në komisionin për reformën zgjedhore. 70.3% tonë, po, janë përgjigje po. Duhet marrë pjesë opozita në Komisionin e Reformës Zgjedhore, pasi do t'i bënte zgjedhjet e ardhshme më të mira. Jo 19.8%, sepse tonë do t'i shërbente si fasadë e majorancës, dhe njerë ju kujtoj, shpreha do të shërbente si fasadë e majorancës, është shprehje e zotit Berisha. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi vënë në pyetje konkrete për të treguar realisht sa veta, pra në sondazhin ton i qëndrojnë tezat e zotit Berisha. 9.9% janë dyzuar. Zaloshnja. Shpjegimi shifrave. Tani, ato shifrat e 19.8%-ës e flet në gjyra, po e flet edhe vetë shpreha që është e zotit Berisha. Pra, ata mund të konsiderojmë se tu është njerëz që me të vërtet besojnë atë pretendimin e Berishës se është e kohë të shkojmë në Komisionin Zgjedhor, sepse është një fasadë. Ndërsa 70% e popullsisë dhe aty edhe ngjyrën e kemi zgjedhur neutrale, sa aty ke brenda edhe ata që s'kan votuar fare, edhe socialistë, edhe për partitë vogla ka. Pra, ajo për jo pak dhe demokrat. Jo pak dhe demokrat, dhe se tu është kjo për bën një masë madhe që tonë që, hej, në qoftë se ju ja lini vetëm Partisë Socialiste ta bëjë reformën zgjedhore, ajo kuptohet do shohë interesin e vet politik. Unë gjykoj që numri 70.3 është një numër që flet më shumë për rolin që duhet luajë në këtë proces ekzekutivi apo pozita dhe jo pozita, në ç'kuptim. Pozita sot formalisht i ka numrat për të kaluar çdo lloj reforme, qoftë dhe reformën zgjedhore. Por po të shikosh perceptimin e publikut që nuk është vetëm demokrat, por është dhe ai gri apo edhe socialist brenda, se është një numër shumë i konsiderueshëm, mbi 70, tregon që do të jetë vullneti i qeverisë e cila pavarësisht se i ka mekanizmat, pavarësisht se i ka numrat, nuk mund ta bëjë këtë reformë pa pëlqimin, dakordsinë e kundërshtarit. Me kush që të marrë pjesë opozita, se duhet marrë pjesë. Pavarësisht kësaj. Jo, si pavarësisht kësaj, do të marrë pjesë jota detyrojë. Pra, ekzekutivi do të gjejë gjithë, do të ezarojë të gjithë rrugët. Po e bëri pra, besoj e bëri në thojza me ultimatumin që i dha ata Ulan Balla. Po, ne po i rrim sondazhet apo jo. Sondazhi thotë, nuk mund ta bësh vetëm. Patjetër, nuk diskutohet. Pavarësisht se si mund të jenë rrethanat kontekst. Do të ezarosh të gjithë format që një reformë të ketë bazë dhe qëndrueshmëri me kundërshtarin. Dhe unë mendoj që ky është një sinjal dhe një indikator që blen më shumë për qeverinë dhe jo për opozitën. Sepse qeveria ka forcën, ka numrat, po ka dhe mekanizmat. Dhe ajo duhet të jetë promotori kryesor që të krijojë klimën, që ta përkthejmë, pra duhet që në llogaritë fundit gjithmonë të rriqet qeveria dhe thotë opozitës hajde. Duhet thënë që Tauland Balla gjithmonë duke marrë përsipër perceptimin e publikut. Tauland Balla e bëri këtë sot duke ndryshuar dhe tonin apo jo Beko të tha nuk kam unë them që ka bërë gjën e duhur. Nuk kam kërcënuar, thjesht kam bërë një kërkesë. Praktikisht para një jave ishte kërcënimi drejt për drejt, që nëse nuk vini ditën e martë ndryshojmë formulën. Unë mendoj që s'kam qenë ndonjëherë dakord me Taulandin, po këtë radhë jam dakord me dy variantet, domethënë dhe kur bëri kërcënimin, që duhej bërë, dhe me qëllim që opozita të thëriste mendjes, dhe e dyta në ndryshimin e tonit, sepse natyrisht kish marrë sinjale që ka zëra të brendshëm brenda PD-s, të cilat mund të rezistojnë Berishën dhe ta bindin që duhet të marrë pjesë në këtë komision.
Por gjithsesi për te kësaj, edhe pos mori pjesë opozita, zoti Mazniku këtu na i konfirmoi, tha, ne do ta bëjmë, tha, sepse kemi detyrim edhe nga Bashkimi Po, për reforma elektorale është pak më ndryshe, sepse mbetet rekomandimi OSBE-s. Flasim për këtu, për reformën territoriale. Duhet jemi tek zgjedhorja këtu. Dhe për lidhur me reformën zgjedhore, natyrisht, reforma zgjedhore pa opozitën, pastaj është pikpyetje e madhe. Reforma territoriale me gjithë faktorët e tjerë, edhe për taj opozitës mund të bëhet, me ato shoqërinë civile, me botën akademike, me pushtetet, me ata në drejtimin me pushimin e qytetarëve. Kurse tek reforma zgjedhore dhe me pushimin e BE-s. Kurse reforma zgjedhore pastaj është absolutisht duhet se s'bën që opozita të jetë aty, sepse kanë dhe afate, kanë kohë për ta bërë. Po, ka kohë, për reformën territoriale ka akoma kohë. Kurse për reformën territoriale, koha është e shkurtër, dhe në reformën territoriale, edhe po si ishte opozita, po si ishte do jetë dëm i saj, sepse opozita duhet shfrytëzojë çdo lloj hapësire, edhe sikur mos ja pranoj mazhoranca variantin e vet, do të shkoj aty dhe u thotë qytetarëve, unë detyrën time ndaj jush, ndaj vetes time dhe ndaj jush e bëra. Ky është varianti im, unë do ta mbaj këtë variant këtu në xhep. Dhe nëse dhe kur të jepet mundësia, nuk do bëj gabimin që bën këta që e bën vetëm. Ose nëse doni më votoni edhe për këtë variantimi nëse unë vi nesër në pushtet. Mirë, besoj që janë dy tema që temi sonduarit e kanë shprehur apo jo zaloshan shumë qartë vullnetin e tyre. Pra, shqiptarët duan që të dy reformat që janë super të rëndësishme, ajo territoriale dhe zgjedhorja, të marrin pjesë. Megjithatë, për reformën zgjedhore u mendoj që është realizuar akordi, sepse sinjalet i ka dhënë Rama dhe Berisha i ka pranuar dhe i ka përcjell dhe Berisha si tilla që kanë qenë dakordsim për 100 zona elektorale. 99 thot Rama. Dakord, 99, 100 nuk pyrish në një apo 101. Po flasi si variant dhe dyta është marrja e Senatit, do me thonë u intereson dy palve, kështu që ta shikojmë, këtu pastaj bëhet diskutim interesant politik. Mendoj që dhe reformën territoriale do ta përdorin si trampolin për të vazhduar konsensusin edhe për reformën zgjedhore, megjithatë duhet të thënë që konsensusi për reformën zgjedhore e kanë qoftë edhe në sekond fundit, mbaj mend ato certifikatat e famshme të dhe picat që anin të presidenti Mujsiu e kanë gjetur gjithmonë. Po sepse ata e kanë, shiko, ata në thelb marrëveshjen për reformën zgjedhore kanë gjetur që në 2008 pra në atë pazarin që bën, ku ndërruan tërësisht sistemin. Tani këto janë dekore, do të thënë, e bëjmë kështu sistemin, kodin zgjedhor. Apo e bëjmë ndryshe, nuk ka rëndësi. Megjithatë, thelbi është i njëjtë. Sinjali është i qartë, njerëzit e duan që reformat mbetet me përvajsimin e të dyat pak, dy palëve, dy krave të mëdhenj. Megjithatë, një detaj i vogël. Zaloshnja, kampioni 2488 banor të rritur. Pra, ke një dyfishin e kampionit zakonshëm dhe një marsh gabimi që shumë të vogël shkon 2%. Tani, pse? Se lidhet me temën e dytë apo? Po. Tema e dytë lidhet me këtë çiftin këtu, pra me dy foltorët paralele të Zotit Berisha dhe të Ervin Saliani. Kishim dy arsye, në fakt. E para një që ndarja territoriale është një gjë që futet direkt në vazhdo me këto tani sa e mbyllëm me ata. Atëherë, pse 2488 me këtë lidhe? Tani, puna është që në pyetjen e tretë, ne kemi pyetur vetëm të anketuar që kanë votuar për PD-n herën e fundit në 11 maj. Dhe kështu që deshim të kishim një kampion sa më përfaqësues. Dhe tani kemi një kampion dyfish në mënyrë që të dim opinionin e anëtarëve të thjesht, votuesve të thjesht të PD-s. Mirë, okej, atëherë shikojmë pra ky është sondazhi me 2488. Arsyeja është sepse pyetja e dytë e sondazhit lidhet me Ervin Salianin dhe lëvizjen e tij brenda Partisë Demokratike. Rezultati është super interesant, po menjëherë pas publicitetit.